Si çdo vit në pozitën për kërkuar fonde shtesë, por të ketë një mekanizëm të qëndrueshëm vetë financimi në përputhje me standardet e institucioneve homologe europiane. Së fundi, më lejoni të risjell në vëmendjen tuaj një çështje që kërkon një zgjidhje të menjëhershme dhe unë e përmenda ambientet e punës. Ky institucion është krijuar në vitin 2004. Në momentin e krijimit ka pasur 13 punonjës dhe është vendosur në ambientet aktuale ku ka edhe sot pas 21 vitesh. E ka nisur punën me 13, sot jemi 49, jemi në po të njëjtat ambiente. Unë kam thënë diku, ne jemi në kushtet edhe të problematikave të higjienës. 35 zonja të cilat shkojnë në një tualet është shumë banale që po e them, po ka ardhur në momenti që duhet thënë tashmë se nuk mban më. S'ka arkiv, në ambientet ku ne bëjmë mbledhje përdoret dhe për arkiv, po të shikosh muret janë plot me dosje, të cilat normalisht nuk duhen mbajtur ashtu, po e se s'kemi se ku t'i mbajmë, vetëm të fillojmë t'i mbajmë për zyra.